Kolegja gazetare Gentiana Gashi do të na sjell më shumë hollësi në lidhje me këtë rast. Gentiana, mund të na tregosh se për çka bëhet fjalë, çka ka ndodhur? Po Arbresh, ne ndodhemi këtu në shkollën e Minduraku në komunën e Shtimës, ku siç duket shumë shtetarë në anën e Kosovës janë duke pasur problem me votimin me asistencë. Ngjashëm edhe në këtë qendër të votimit ka ngjallur një incident, nëse mund ta quajmë, ku edhe është paraqitur në këtë shkollë Policia e Kosovës dhe është dërguar për në stacionin e policisë një i moshuar i cili ka tentuar që të votojë për bashkëshortën e tij që në fakt ka probleme me të pamur. Një gjë e tillë i është pamundsuar dhe nuk i është lejuar nga komisionerët e kësaj shkolle, pasi që nuk e ka pasur një dokument apo një vërtetim që e dëshmon që bashkëshortja e të moshuarit mbi 70 vjeçar ka pasur probleme me shikim dhe si pasojë i njëjti ishte revoltuar dhe ka shkaktuar telashe në qendrën e votimit dhe si e tillë menaxherja e qendrës e ka njoftuar Policinë e Kosovës për çka para disa minutave i njëjti edhe është arrestuar në fakt, mirë po për të na treguar më shumë për situatën, unë tani do ta intervistoj edhe menaxherin e qendrës. Të nderuar, apo na prezantojeni fillimisht? Përshëndetje, unë jam Floreta Abazi Gashi, menaxhere e qendrës në 2202 këtu në Shtime. Po, siç njoftuat edhe jo, dikon rreth orës 19:40 në qendrën Zarone, në vend votimin Zarone, një i moshuar ka insistuar që ta ushtroj drejtën e votës edhe për bashkëshortën e tij. Pastaj në vend votim kryesuesi normalisht ka insistuar që të ndjekin udhëzimet dhe ato që ata janë të obliguar të kenë prezente, duke kërkuar dokumentacion. Në këtë rast na është njoftuar se kemi reagime mbrana dhomën e votimit. Më pas ne kemi njoftuar edhe policinë, bashkërisht me ata jemi ofruar te qendra, te dhoma e numërimit e votimit dhe më pas normalisht kanë kërkuar ekipe përforcimi, policisë, ku përgjigjen në kohë. Njëkohësisht është njoftuar edhe prokuroria rajonale e Ferizajit. Pati telashe nga i moshuari, sepse ju më parë na thatë që shkaktoi shumë telashe dhe zhurmë brenda qendrës së votimit. Normalisht komunikimi ishte me një ton pak më të lartë, mirë po të njëjtën kohë shqetësimi ishte te ajo pjesa që pasi ka marrë flet votimin e vet, të drejtën e vet, e ka shfrytzuar rastin që ta dëmtoj flet votimin dhe nuk e ka realizuar dhe votimin për veten e vet.